Kandidatët për deputet nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës në Gjakov, të prirë nga kryetari i Degës, njëherë ish kandidat për deputet Luan Gola, së bashku me aktivistë të LDK-s që ndruan në fshatin Lipovec. Para banorëve të kësaj ane kanë shpalosur vizionin e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ne jemi përcaktu për njerëz të cilët ju i njehni, i njeh gjithë komuna e Gjakovës, dhe që janë njerëz që janë me duar të pastra dhe cilët për vite aty ku kanë punu, në profesionet e veta, kanë qenë shembull. Lidhja Demokratike Dega në Gjakov përfaqësohet me 5 kandidat. Lidhja Demokratike është parti e cila kësaj radhe po kërkon votën e juaj, votën në gjithë Kosovën, dhe ajo ka një qëllim. Dhe ai qëllimi i saj është që në këtë moment kthese ta ndryshojë pozicionin e Kosovës edhe brenda Kosovës, po edhe veçanti para strukturave ndërkombëtare. E kandidatët e tjerë për deputet ju premtuan banorëve të Lipovecit se Lidhja Demokratike e Kosovës dhe vetë deputetët nga Gjakova do të ngrisin zërin për të mbrojtur interesat e të gjithë banorëve të komunës së Gjakovës. Kosova sot, edhe politikisht, edhe ekonomikisht, ka ra shumë poshtë. Ka ra poshtë fatkeqësisht për shkak të keqçeverisjes kësaj qeverie, për shkak të keqçeverisjes së institucioneve, për shkak të raporteve që gjithnjë e më tepër janë duke u degraduar me faktorin ndërkombëtar. Sigurisht gjithë na dhan kjo që po them unë, por është momenti shumë i duhur që këtë trend me ndërprej. Këtë trend duhet me ndonjë. Prej vizitave që kam bërë në krejt Kosovën shihet një vullnet i madh i popullatës. E para është që populli ka filluar të shprehet lirë. Në të gjitha trojet e Kosovës po shprehet shumë lirshëm dëshira për ta përkrahur Lidhjen Demokratike të Kosovës. Ky popull e ka kuptuar se veç kjo parti mund të ofrojë më të mirën për ne, për fëmijët tanë dhe për gjeneratat e ardhshme. Lidhja Demokratike e Kosovës shpresojmë se me datën 8 do dalim zgjedhje edhe juni fuqia. Se slogani është vetëm ne mundemi. Vetëm ne mundemi kur jemi bashkë, kur të gjithë dalim votime, kur dalim përgatitur se si do të votojmë. LDK 54 është numri i cili do të bëjë ndryshimin, u tha në takim. Prandaj është koha e përshtatshme që vërtet ky ndryshim të ndodhë, thanë kandidatët për deputet.